E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës, këtë herë do të tregojmë një tmerr të vërtet. Një grua e cila ka sakrifikuar gjithçka, ka dhënë pasurinë e saj tek partneri, tek burri, të cilin e besonte më shumë se çdo gjë në këtë jetë, për të cilin ishte në gjendje të jepte edhe jetën, por tradhtia më e madhe pikërisht i erdhi nga ky njeri. Ky njeri i cili bëri të pamundurën që t'i merr pasurinë edhe ta lërë të vetme. Por si përfundoi kjo histori? Dëgjoni me kujdes. Ndonjëherë jeta thot nuk të godet me grushtat që e shikon. Të godet me ato që nuk i sheh ti, me ato që vijnë nga njerëzit që i ke pranë. Nga ata që ti u hap zemrën, edhe jo nga armiqt. Mua më shkatroi njeriu për të cilin unë dash gjithçka. Edhe kur them gjithçka, nuk flas vetëm për para. Flas për shpirtin, flas për besimin, flas për dinjitetin dhe për të ardhmen. Kjo është historia ime që më doq dhe dua ta tregoj me çdo detaj. Sepse kam frikë se nëse nuk e nxjerr, do më haj për brenda derisa të mos të mbetem më. Ishte një ditë krejt e zakonshme. Shiu binte ngadalë duke lagur sheshin para dyqanit tim. Një ditë si të gjithë të tjerat, derisa dera u hap, ai hyri brenda i lagur me flokët që i pikonte shiu mbi ball. Ma bën më fal, je ende hapur? Më pyeti me zë të butë edhe të lodhur. Ai zë më mbeti në mendje. Ishte si të dëgjoja një rrëfim të vjetër, të një njeriu që ka parë shumë dhimbje. Atë ditë sytë e tij më dukeshin si dy hije të lodhura, që kërkonin stre. Ai bleu diçka të vogël, por qëndroi aty duke folur. Më bëri pyetjen për mua, për familjen time, për ëndrat që kisha. Ai më dëgjoi sikur fjalët e mia kishin peshë, kur askush nuk më kishte dëgjuar ashtu. Kur u largua, dera e dyqanit u mbyll ngadalë, por zemra ime u hap. Dhe unë nuk e dija atëherë se ajo që hapa do të ishte varrim emocional. Ai më kërkoi në rrjetet sociale, po atë natë më dërgoi një mesazh të thjeshtë. Gjitha ato që the duken si ëndra që duhen mbrojtur. Filloi me fjalë të ëmbla, të menduara, të thëna ngadalë, e ai kishte një aftësi të çuditshme, e dinte saktësisht se çfarë doja të dëgjoja. Gjithçka zhvillohej shumë shpejt. Por unë nuk u mërzita, përkundrazi, sa më shumë ai afrohej, aq më shumë i hapja dyert e mia. Nuk e di që ai numëronte dobësitë e mia si një strateg dhe jo si një i dashur. Ai dinte të fliste gjatë, të tregonte histori të trishta të jetës së tij, për varfërinë, për tradhtinë, për njerëzit që e kishin lënë të vetëm. Unë qaja me historinë e tij, pa e ditur se ato ishin të njëjtat histori që u tregonte shumë grave të tjera. Një mbrëmje më shkroi dhe më tha, jam në një situatë të keqe. Nuk dua të të bezdis, por s'kam askën tjetër. Më tregoi se makina ishte prishur, se i duheshin para për ta rregulluar, se përndryshe do të humbiste punën, një punë që nuk ekzistonte. Unë i çova parat pa hezituar. Ishte pak, por hapi ishte i madh, hapi i parë drejt humbjes. Pas kësaj filloi një seri kërkesash, fillimisht të vogla, pastaj të mëdha. Do t'i kthej sa po t'i kem. Vetëm këtë herë, ti je shpëtimi im. E unë budallaqja besoja. Çdo fjalë të tij e merja si të vërtetë. Njerëzit më thoshin që të isha e kujdesshme, por ai më bënte të besoja se bota ishte kundër tij. Por unë jo. Unë isha ëngjulli i tij. Dhe ai luante rolin e viktimës aq mirë sa unë ndjesha një mizore, sikur i thoja jo.
Një natë më kërkoi të takoheshim diku larg, në një vend të qetë. Ishte i tronditur, i zverdhur, duke ngrënë fjalët. Më kanë thyer, do të më marrin shtëpinë, më duan të vdekur, nuk kam rrugdalje. U ul në gjujnë pranë meje, më kapi duart fort, aq fort sa më dhëmbën. Nëse vendosim biznesin tënd përkohësisht në emrin tim, më tha, vetëm sa ta stabilizoj pak situatën, do të shpëtojmë të dy. E dëgjon, do të shpëtojmë të dy, më tha. Por ai kur nuk mendoi për ne. Por atë natë, unë e besoja. Ditën tjetër isha në zyrën e noterit e firmosa gjithçka, nuk pyeta, nuk analizova, e kisha mendjen vetëm tek ai, tek shpresa që po e shpëtoja. Kur dolem nga zyra ai më përqafoi fort, më puthi në ball edhe më tha: "Ti je gruaja ime. Edhe nëse nuk jemi martuar ende." Ato fjalë më vran më shumë se çdo tradhti sepse ishin të reme, tani e di. Por pasi më mori gjithçka, domethënë e arriti qëllimin e tij, ai filloi që të ndryshonte, mesazhet e tij u bën më të shkurtra, telefonatat më të rralla, takimet më të nxehta, ditët më të ftohta e natët më të egra. Ai flinte rrallë me mua. Shikimi i tij humbi ngrohtësinë, nuk kishte më plane për të ardhmen tonë. Një natë kur e pyeta pse ishe kaq i largët, ai klithi: "Je shumë kërkuese, je gjithmonë pas meje." Ai i cili më thoshte jam askush i pa ty, tashmë më sulmonte. Isha e hutuar, e friksuar dhe e lidhur emocionalisht aq shumë sa nuk ikja dot. E kuptova se dikush tjetër i merrte vëmendjen, por nuk e besoja. Jo atëherë, në asnjë mënyrë, thoja. Më pas ai thjesht u zhduk. Telefoni i fikur, nuk vinte në shtëpi, nuk shkruante, nuk përgjigjej, asnjë shenjë, 2 javë feri. Net pa gjumë, trupi më dridhej, s'kisha oreks, i kontrolloja rrjetet sociale pa pushim. Telefoni në dorë e zemra sa të më dilte. Çdo zile dere më çonte tek dritarja me vrap. Çdo zë në korridor më dukej si ai. Nuk ishte më kur. Një mëngjes krejt i zakonshëm, po shihja Instagramin e një të njohure. Pa pritur e pash një video që më ngriti zemrën në fyt. Ai, me kostum të zi, duke buzëqeshur, duke mbajtur dorën e një gruaje tjetër. Në altar, martesa e tij. E tij me një grua që duket se nuk i mungonte asnjë gjë në jetë. Dhe unë ndërkohë flija në një dhomë të vogël me një kushërir sepse ai më mori të gjitha pasuritë. Aty ndalova së marru rifrim. Sytë mu erën, më vinte të ulëria, por nuk më doli zë. Lotët ranë vetë pa kontroll, pa fund, të nxehtë, të kripur dhe të dhimbshëm. Kisha humbur gjithçka, nga ai që unë e desha më shumë. Pas videos së dasmës, dhoma ime u bë si burg. Muret më shtypshin, zemra më godiste, brinjet sikur donin të më dilnin. Njerëzit vetë të më shikonin me pëshpëri. Të tham, je shumë naive, kështu ndodh kur nuk beson. Por askush nuk e kuptonte se kur jeton me një manipulim të tillë, ai person të bën të ndjesh fajt, të bën të besosh se pa të s'vlen asgjë. Dhe kur ai ikën ti mbetesh bosh. Faji, turpi, vetmia më zhytnin çdo ditë. Netët ishin më të këqijat. Çdo natë zgjohem me shpirt të prerë, duke menduar se dëgjoj zërin e tij, më duket sikur po më përqafon. Pastaj hap syt, s'ka njeri, vetëm boshllëk. Dhe një mëngjes dola jashtë me zor. Qielli ishte gri, por ajri ishte i pastër. Frymova thellë, ndjeva sikur diçka lëvizi brenda meje. Një grim force, një pikë ngrohtësie të vogël sa një shkëndije. Kuptova se unë mund të ringrihem, ngadalë, me dhimbje, me lot e me plak. Por mundem.
Ai më mori gjithçka materiale, por nuk mori dot atë që lind brenda njeriut. Fuqinë për të filluar nga zeroja, frymën për të rindërtuar vetveten. Unë jam e thyer po, por copat do t'i ngjit vet, dhe kur ta bëj, do të shkëlqej më shumë se çdo gjë në jetën time. Këto janë fjalët që unë ja them vetes. Dhe sot kjo grua është e lumtur, por me shpirt të thyer. Mesazhi im në këtë histori është që mos besoni kurrë në fjalë të mëdha, sepse dashuria nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, ka nevojë për vepra.